Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ushqimi që po habit mjekët e konsumoni çdo ditë për një muaj dhe do zgjidhni problemin tuaj më të madh. Panxari i kuq është një nga perimet më të mira shqiptare dhe kultivohet gjërësisht në vendin tonë. I pasur me antioksidant është ndër produktet që nuk duhet t'i mungojë tryezës suaj. Këto janë arsyet kryesore pse duhet të konsumoni panxar të kuq në dietën tuaj. Ai ka veti antiinflamatore. Përbërësit që gjenden te panxari i kuq kanë treguar se luajnë një rol të mirë në funksionet e sistemit inflamator. Ai është i pasur me antioksidant. Panxari përmban plot antioksidantë të tillë si beta-karoten, vitaminën C dhe mangan. Këto antioksidant kanë funksione të mira mbrojtëse për trupin nga efektet e stresit oksidativ, i cili mund të ndihmojë në forcimin e imunitetit duke shmangur sëmundjet. Ndihmon në shëndetin e trurit. Ka pasur disa studime të vazhdueshme të profilit të lartë që tregojnë se konsumi i lëngut të panxarit mund të ulë presionin e gjakut. Lëngu i panxarit gjithashtu rrit edhe perfuksionin për rrjedhjen e gjakut në tru. Ai është i rëndësishëm për detoksifikimin e trupit. Pigmentet që japin ngjyrë panxarit të sheqerit janë pikërisht këto pigmente të cilat luajnë një rol tepër të rëndësishëm në provimin e shëndetit optimal. Ato punojnë ose antioksidant ose agent antiinflamator, kështu ndihmojnë në trupin duke neutralizuar toksinat dhe duke ndihmuar në procesin natyror të qelizave, pra detoksifikimin. Janë në një burim i mirë i folateve, ndryshe acidi folik që është një nga 8 vitaminat e grupit B, që është i nevojshëm për formimin e qelizave të kuqe dhe të bardha të gjakut në palcën e kockave, në konvertimin e karbohidrateve në energji dhe prodhimin e ADN-s dhe ARN-s. Folati është gjithashtu thelbësor për të ulur rrezikun e sëmundjeve në zemër dhe goditjeve në tru. Një filxhan panxari përmban 148 mikrogram folat. Ai ndihmon në uljen e presionit të gjakut. Nitratet janë në përbërësi të veçantë të panxarit që ulin presionin e gjakut dhe mund të ndihmojnë në lehtësimin e problemeve të zemrës. Ai është i pasur me vitaminën C, një element kyç shumë i rëndësishëm për organizmin tuaj. Konsumi i rregullt i panxarit të kuq ndihmon në lehtësimin e një sër komplikacionesh. Efekt pozitiv ka sidomos te problemet e shkaktuara nga stresi, po kështu fibrat që përmban panxari i kuq mundësojnë uljen e kolesterolit në gjak deri në 40%. Panxari njihet për efektin e tij se ul shtypjen e lartë të gjakut dhe ndihmon në ruajtjen e elasticitetit të enëve të gjakut, parandalon dhe shëron enët e zgjeruara nëse konsumohet çdo ditë. Hekuri te panxari është preparat i fortë për pastrimin e organizmit prej helmeve dhe pastrimin e gjakut. Pikërisht për këtë fakt është shumë efektiv në lehtësimin nga problemet e shkaktuara si helmet e grumbulluara. Te zhytësit profesionist me vetëm 70 ml lëng panxari, gjatësia e mbajtjes së frymës rritet me 11%. Gjithashtu, panxari duhet të konsumohet edhe nga shtatzanat sepse është i pasur me acid folik që parandalon problemet e porsalindurit. Pas kësaj, lëngu i panxarit stimulon punën e mëlçisë dhe parandalon kapsllëkun. I kombinuar me karrot është një produkt shumë i mirë kundër problemeve të veshkave. Përbërësit që përmban kjo perime ngadalësojnë në zhvillimin e komplikacioneve të prostatës deri në 12.5%. Por vetit shëruese të panxarit nuk mbarojnë në këtu. Ai ndihmon kundër dhimbjeve të kokës, të dhëmbit, dizenterisë, dhimbjeve menstruale dhe të tjera. Konsumi i panxarit të kuq do të sjellë shumë përparësi, prandaj duhet të gjetet në çdo pjatën tuaj ushqyese, duke renditur kështu efekte më të mira për mbrojtjen e organizmit. Që në lashtësi, njerëzit e kanë përdorur panxarin si një ushqim të shëndetshëm, që trajton probleme të ndryshme shëndetësore. Panxari është i pasur me vlera ushqyese pasi përbëhet nga vitamina, zink, jod, magnez, kalcium, natrium, nitrate natyrale. Vetit e panxarit njihen edhe për faktin se rrit funksionin e organeve dhe pastron fshikjen e tëmtit dhe të veshkave. Për shkak të numrit të lartë të ushqyesve, kjo perime në mënyrë efektive lehtëson problemet e sheqerit, probleme me gjumin, sistemin imunitar të dobët, anemin, arteriosklerozën, presionin e lartë të gjakut dhe probleme me tiroiden. Efekti vetëm anësor i tij është ngjyra e kuqe e urinës.
Këto janë përfitimet më të rëndësishme shëndetësore që do të merrni nga panxari sipas The Health Site. Ai përmirëson qarkullimin e gjakut. Panxari është i pasur me nitrate të cilat konvertohen në nitrite dhe ndihmojnë në bakteriet e gojës dhe kështu rrisin qarkullimin e gjakut në tru. Detoksifikon mëlçin. Panxari njihet për efektet e jashtëzakonshme që ka në funksionet e shëndetshme të mëlçisë. Trajton çrregullimet menstruale dhe simptomat e menopauzës. Panxari i kuq është tepër i pasur me ekur, kështu që konsumi i tij ndihmon në rigjenerimin e qelizave të kuqe të gjakut. Prandaj kjo perime trajton çrregullimet menstruale dhe simptomat e menopauzës. Ai ndihmon edhe parandalon problemet e komplikacioneve. Studimet sipas The Health Site kanë treguar se lëngu i kësaj perime ka efekte të fuqishme kundër qelizave të dëmshme edhe në rigjenerimin e shëndetit. Redukton presionin e gjakut. Sasia e lartë e nitrateve redukton presionin e gjakut, kështu që konsumi i 2 gotave me lëng panxari çdo ditë mund të reduktojë në mënyrë të mirë presionin e gjakut. Lehtëson inflamacionet. Panxari është i pasur me antioksidantë të cilët rrisin imunitetin dhe luftojnë inflamacionin. Lehtëson kapsllëkun. Lëngu i panxarit trajton problemet e tretjes dhe përmirëson metabolizmin, kështu që efektet e tij në tretjen e ushqimit mund t'ju ndihmojnë të lehtësoni kapsllëkun. Trajton anemin. Panxari i kuq është i pasur me hekur i cili ndihmon në rigjenerimin e qelizave të kuqe të gjakut. Rrjedhimisht parandalon anemin. Përmirëson gjithashtu edhe shëndetin tuaj të lëkurës. Kjo perime është jashtëzakonisht e mirë kundër plakjes, palfolateve me të cilët është i pasur. Folatet parandalojnë rrolla dhe probleme të tjera të lëkurës. Konsumi i rregullt i këtij lëngu do ta bëjë lëkurën tuaj më të shëndetshme dhe më të ndriçuar. Ai përmirëson humorin dhe mendjen tuaj. Lëngu i panxarit dhe gjethet e panxarit ndihmojnë në trajtimin e depresionit dhe relaksojnë mendjen, duke sjellë kështu përfitime të mira për shëndetin tuaj. Lëngu i panxarit nëse pihet i pasgjerë me ndonjë frutë tjetër është i vështirë për t'u gëlltitur. Megjithatë, besimi i patundur që ai përmban furnizues të oksigjenit e bën atë shpesh të nevojshëm. Për fat të keq, panxari përmban sasi të lartë të oksalatit, një substancë që rrit rrezikun e formimit të gurve në veshka dhe trazon stomakun. Këto janë vetëm 2 nga problemet që mund të shkaktojë lëngu i panxarit nëse merret në doza tepër të larta. Nëse konsumohet brenda sasisë së lejuar, atëherë do të keni përfitime të mira në dobit të organizmit. Pavarësisht si e konsumoni, në sallata, duke e pjekur ose duke bërë lëng, panxari ka vlera ushqyese të cilat kanë ndikime të mëdha në shëndetin tuaj. Nëse ju nuk ju pëlqen, duhet të dëgjoni me vëmendje videon deri në fund për të kuptuar përfitimet që ai ka në shëndetin tuaj. Lehtëson problemet e anemisë. Panxari konsiderohet një burim i pasur i ekurit. Në rast se ju përfshini panxarin në dietën tuaj, do të plotësoni nevojën për ekur nëse vuani nga anemia. Panxari është i pasur me antioksidant ku përfshihet betacein, substancë që jep ngjyrën e kuqe. Antioksidantët janë në gjendje të luftësojnë gjithashtu edhe problemet e radikaleve të lira. Përmirëson shëndetin kardiovaskular. Ushqimet si vitamina C dhe magnezi dhe mangani që gjenden te panxari plotësojnë nevojën tuaj të gjakut për një sistem më të mirë kardiovaskular në tërësi. Janë një burim i mirë i energjisë. Panxari përmban një sasi të sheqerit dhe pak kalori, por i mjaftueshëm për të furnizuar trupin me energji afatgjatë. Sheqeri i panxarit thithet ngadalë nga trupi i njeriut. Panxari pastron toksinat nga trupi. Pigmentet beta-lajn që gjenden te panxari luajnë një rol të rëndësishëm në pastrimin e toksinave që gjenden në gjak përmes urinës. Në këtë mënyrë bëhet detoksifikimi i trupit tuaj. Do të rrisë rezistencën e trupit. Nëse keni shpenzuar shumë kohë në palestër, rezistenca e trupit tuaj mund të ketë rënë. Një filxhan me lëng panxari gjatë ushtrimeve fizike do të përmirësojë performancën tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.